Ka një zë që çan të padukshmen, një zë që e bën shejtanin të kthehet dhe të ikë, një zë që hyn në përsokak para lindjes së diellit, rrëshqet në përdyer gjysmë të hapura, ngrihet mbi qati, mbi tregje, mbi pikëllim, mbi gjumë, mbi zhurmën e botës dhe i thot zemrës njerëzore: ndalu, kthehu, Zoti yt po të thret. Në këtë video do të zbuloni se si lindi ezani në Medinë, si u konfirmua një ëndër e vërtet nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Pse u zgjodh Bilal ibn Rebahu radiallahu anhu për ta ngritur atë thirrje drejt qiellit, dhe çfarë po të vendos Allahu subhanehu wa taala para teje çdo herë që ato fjalë derdhen në ajër. Medina ishte e gjallë, por diçka mungonte ende. Qyteti kishte bërë strehën e besimit. Besimtarët kishin bërritur duke mbajtur në eshtrat e tyre dhimbjen e hiçretit. Burra që kishin lënë shtëpitë që donin, gra që kishin gëlltitur lotët dhe kishin vazhduar të ecnin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Familje të ndara nga e vërteta, pasuri të lëna pas, rrugët e Mekës të shkëmbyera me pasiguri, me uri, me rrezik, me shpresë. Por megjithatë, në Medinë, pavarësisht nga gjitha ato humbje, diçka madhështore kishte filluar të ngrihej. Xhamia ishte ndërtuar, dheu i saj ishte i thjeshtë, muri i saj ishte i thjeshtë, hija e saj ishte e thjeshtë. Por ajo që qëndronte atje ishte më e madhe se pallatet. Revelata po recitohej atje, zemrat po rindërtoheshin atje, muhaxhirët dhe ensarët qëndronin krah për krah atje, një ummet i ri po mësonte të merrte frymë së bashku. Atje, Islami nuk ishte më vetëm një flakë e përshpëritur e mbrojtur në fshehtësi. Tani ishte një komunitet i gjallë, i dukshëm në ndjell. Por çdo ditë mbante akoma një heshtje të pazgjidhur. Kur hynte koha e namazit, si do të mblidheshin besimtarët? Ai pyetje varej mbi Medinë si një frymë mbajtur. Jo sepse namazi ishte lënë pas dore. Kurr? Besimtarët e dinin vendin e tij. E dinin çfarë do të thoshte të qëndrosh para Allahut subhanahu wa taala. E dinin që namazi nuk ishte një stolisë rreth jetës, ishte jeta. Ishte shtylla që mbante gjithçka tjetër në këmbë. Por qyteti po shtrihej, njerëzit po lëviznin, tregtia po zhvillohej, puna i mbushte orët e ditës dhe shtëpitë ishin të shpërndara. Si do ta dinte burri në treg? Si do ta dinte gruaja në shtëpinë e saj? Si do ta dinte punëtori në ndjell se kishte ardhur momenti për të lënë këtë botë dhe për t'ju përgjigjur asaj tjetrës? Çështja u diskutua dhe shokët radiallahu anhum nuk i diskutonin çështjet e adhurimit left. Ata nuk kërkonin një truk të mençur, nuk kërkonin një mekanizëm të thatë, ndonjë sinjaj bosh pa shpirt. Ky ishte umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po formohej nga revelata. Adhurimi i tij nuk mund të quhej bashk nga simbole të huazuara, sikur kjo umet të mos kishte fytyrën e vet. Disa përmenden një zile, një tingull këmbanor mund të udhëtonte, mund t'i mblodhen njerëzit. Ishte praktike, por kishte shije imitimi. Tingullonte shumë afër asaj që të tjerët tashmë përdornin. Disa menduan për bri, disa konsideruan një zjarr të dukshëm. Një flak në terren të lartë mund të tërhiqte syrin, mund t'u tregonte njerëzve se ora kishte hyrë, por flaka nuk flet, briu nuk dëshmon, këmbana nuk mbart tauhidin. Asnjëra nuk ngjante e denj për atë drejt të cilit do t'i thërriste njerëzit. Ata nuk kërkonin një truk të mençur, nuk kërkonin një mekanizëm të thatë, ndonjë sinjal bosh pa shpirt.
Ky ishte umeti i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, po formohen nga revelata. Besimtarët nuk po thirreshin në një mbledhje, po thirreshin të qëndronin para Zotit të botëve. Kështu pyetja u thellua: ç'tingull mund të ishte mjaftueshëm i pastër? Ç'fjalë mund të mbartnin madhështinë e adhurimit? Ç'thirrje mund të bënte më shumë se të informonte veshin? Ç'thirrje mund të hinte në gjoks, të zgjonte zemrën e pavëmendshme dhe t'i kujtonte shërbëtorit të hutuar pse ekziston? Medina priti, dhe ndonjëherë historia pret në një heshtje aq të rënd sa pothuajse mund të ndjes qiellin duke u përgatitur të hapej. Atë natë, shqetësimi nuk u largua me perëndimin e diellit. I ndoqi besimtarët në shtëpitë e tyre, u vendos në mendimet e tyre. Ndër ata që e mbanin ishte Abdullah ibn Zeid radiallahu anhu. Ai shkoi të flinte me çështjen ende të gjallë brenda tij. Namazi ishte atje, xhamia ishte atje. Ummeti ishte atje, por zëri i ummetit nuk ishte dhënë ende. Pastaj, në qetësinë e asaj nate, Allahu subhanahu wa ta'ala hapi një derë. Abdullah ibn Zeid pa një ëndër. Në atë ëndër, ai pa një njeri që mbante një zile në dorë. Imazhi e goditi me njëherë, sikur vetë pyetja që kishte shqetësuar Medinën të kishte marrë formë para syve të tij. Abdullah radiallahu anhu i u afrua dhe i tha, me kuptim: "A do ta shesësh atë zile?" Njeriu pyeti: "Çfarë do të bësh me ta?" Ai u përgjigj: "Do të thërrasim njerëzit në namaz me ta." Pastaj i u përgjigj me fjalë që ndryshuan historinë. A të tregoj diçka më të mirë se ajo, më të mirë se metali, më të mirë se imitimi, më të mirë se zhurma. Pastaj ai e mësoi fjalët: Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu është më i madh, Allahu është më i madh. Loji që nuk e lë burrin të ri ulur. Kështu ai shkoi te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i tregoi çfarë kishte parë, dhe fytyra e çështjes ndryshoi. Profeti sallallahu alaihi wasallam dëgjoi, pastaj tha: "Inshallah, kjo është vërtet një ëndër e vërtet nëse do Allahu." Ato fjalë ishin të mjaftueshme për të ngritur të gjithë rëndësinë nga gjoksi i Medinës. Pyetja që kishte varur mbi qytet tani ishte përgjigjur, jo duke kopjuar botën rreth tyre, por me një formë që do t'i përkiste Islamit përgjithmonë. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam i tha Abdullah ibn Zeidit të shkonte me Bilal ibn Rabahun radiallahu anhu dhe t'ja mësonte ato fjalë, sepse ai ka një zë më të fortë dhe më largpërçues se ti. Dhe në atë moment thirrja gjeti thirrësin e saj. Bilal ibn Rabahu radiallahu anhu ish sklavi. Burri trupi i të cilit kishte qeni shtypur dikur në ngur, në vapën e Mekës, sepse ai kishte refuzuar të lëshonte teuhidin. Burri që kishte shtrirë mbi rër të djegur ndërkohë që tortura kërkonte mohim dhe buzët e tij u përgjigjen vetëm me gjëmimin e besimit. Ahad, Ahad. Një. Tani, ai i njëjti gjoks, dikur i shtypur nga shtypja, kishte gati të lëshonte ezanin e parë në qiellin e Medinës. Ç'kthes, vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala mund ta shkruaj. Një zë dikur i mbytur nga mizoria e njerëzve, tani u zgjodh të shpall madhështinë e Zotit të njerëzve. Bilal, radiallahu anhu, qëndroi gati dhe Abdullah ibn Zeid, radiallahu anhu, filloi t'ja mësonte fjalët ashtu siç i kishte dëgjuar. Çdo frazë kaloi nga një zemër besimtare tek tjetra. Çdo rresht mbarte më shumë se tingull.
mbarte identitetin, mbarte akiden, mbarte arkitekturën e jetës muslimane. Pastaj Bilal radiallahu anhu dha thirrjen dhe Medina dëgjoi diçka që nuk kishte dëgjuar kurrë më parë. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya ala salah. Jo klangu i një zile, jo frymarrja e mprehtë e një briu, jo gjuha e heshtur e një zjarri të largët. Fjalë të gjalla, fjalë që nuk shpallnin thjesht një kohë, por deklaronin një realitet. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Fraza e parë u ngrit dhe me të bota u kthye në vendin e saj. Tregtia u zvoglua, statusi u zvoglua, shqetësimi u zvoglua, egoja u zvoglua, dëshirat u zvogluan, frika u zvoglua. Gjithçka që kishte dukur e madhe një moment më parë, u mat papritur kundrejt madhështisë së Allahut subhanehu e taala dhe u gjet e vogël. Allahu Ekber, jo Allahu është i madh, sikur ka shumë gjëra të mëdha dhe ai është një ndër to. Më i madh se çfarëdo gjëje që të zë mendjen, më i madh se paraja në dorën tënde, më i madh se pikëllimi në gjoksin tënd, më i madh se plani që po ndjekësh, më i madh se tundimi që po të tërheq, më i madh se sundimtarët e tokës, më i madh se ushtrit, më i madh se rrahja e zemrës tënde. Pastaj erdhi dëshmia. Qyteti nuk po thirrej tek zakoni, po thirrej tek e vërteta. Ezani fillon duke prerë rënjët e adhurimit të rrem. Asnjë fron nuk mbetet në këmbë para tij. Asnjë idhull nuk i mbijetoi atij. Asnjë lidhje e fshet nuk i shpëton atij. E para gjë që dëgjon shërbëtori pas madhështisë së Allahut subhanahu e taala është dëshmia se asgjë dhe askush nuk meriton adhurim përveç atij. Pastaj erdhi emri që ndryshoi historinë. Jo një filozof, jo një mbret, jo një kreu fisnor që shpik një rrugë nga vetja e tij. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i dërguari i Allahut. Thirrja e namazit nuk e lë besimin të mbetet i paqartë. Lidh qiellin me tokën, lidh revelaten me bindjen, lidh dashurinë me ndjekjen. Nuk i vjen Allahut subhanehu wa ta'ala nëpërmjet një rruge të shpikur nga vetja jote. Vjen nëpërmjet asaj që solli dërguari i tij, sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thirrja u kthyen nga dëshmia tek ftesa. Ejani në namaz, jo zvarrituni nëse është i përshtatshëm, jo kujtojeni më vonë, jo vendoseni atje ku gërmadhat e orarit tuaj lën një boshllëk. Ejani, ngrihuni, lëvizni, ktheni trupin tuaj para se zemra të bëhet shumë e rëndë për t'u kthyer fare. Lini punën e papërfunduar, lini shtratën e ngrohtë, lini grindje, lini ekranin, lini zhurmën, ejani në namaz. Pastaj fraza tjetër goditi edhe më thellë, ejani në shpëtim. Atje, në pak rrokje, bota zbulohet për atë çfarë është. Njerëzit të shpenzojnë veten duke ndjekur suksesin në libra kontabël, promovime, duartrokitje, ndërtesa, ndjekës, prona, tituj, fitore që kalben, kënaqësi që zhduken, fytyra që plaken dhe emra që harrohen. Lidh dashurin me ndjekjen. Pastaj ezani ngrihet dhe thot: jo, nëse doni sukses, e jani këtu. Jo tek tregu i parë, jo tek ambicia e parë, jo tek egoja juaj e parë, tek namazi, tek sejdja, tek qëndrimi para Allahut subhanahu wa ta'ala, ndërkohë që pluhuri botës është akoma i ngjitun pas jush. Pastaj mbyllet aty ku filloi: Allahu Ekber, Allahu Ekber.
si kur të thuhet, nëse akoma hezitoni, kujtohuni sërisht se kush është më i madh. Dhe pastaj, kyçja e fundit vendoset në zemrën e thirrjes, mbyllet me teuhidin, sepse gjithçka fillon atje dhe kthehet atje. Ai ezani i parë nuk mbeti një moment privat, ndërsa zëri i Bilalit radiallahu anhu u përhap, erdhi Umeri ibn el-Hattabi radiallahu anhu me robën e tij tërhequr pas, i lëvizur nga ajo që kishte dëgjuar, dhe tha se kishte parë të njëjtën ëndër. Një zemër e dytë ishte treguar të njëjtën të vërtetë. Një dëshmitar tjetër nga shokët, radiallahu anhum, çështja u bë akoma më e ndritur, akoma më e qëndrueshme, akoma më e vendosur thellë në shpirtin e komunitetit. Medina kishte tani zërin e saj, dhe pasi ai zë hyri në histori, nuk e la kurrë më. Agim pas agimi, mesdit pas mesditeje, pas diteje, perëndim pas perëndimi, nat pas nate. Ezani u bë pulsi i jetës muslimane. Qytete do të ngriheshin rreth tij. Fëmijë do të rriteshin duke dëgjuar. Të moshuarit do të mbështeteshin në shkopinë e tyre dhe do të ndaleshin për të. Udhëtarët në shkretë të tira do ta orientonin vetminë e tyre me të. Detarët do ta dëgjonin duke rëndruar mbi porte, fshatrat do ta dinin ditën prej tij, mbretërit do të sundronin nën të dhe do të varroseshin nën të, perandorit do të lindnin dhe do të shembeshin ndërkohë që ai mbetej i paprekur, duke u ngjitur në qiell me të njëjtat fjalë që mbarte në mëngjesin e tij të parë. Dhe ka diçka në ato fjalë që e padukshmja vet nuk e mban dot. Allahu, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, na tregoi se kur bëhet thirrja e namazit, shejtan kthehet dhe ikën duke lëshuar erë që të mos e dëgjojë ezanin. Ai i ikën atij. Ai nuk mund të qëndrojë në një tingull që shpall madhështinë e Allahut subhanahu wa taala, shtyp gënjeshtrën me dëshmi dhe urdhëron shërbëtorin drejt namazit dhe suksesit. Ezani nuk është zhurmë sfondi, është një tehe kundër harresës. Kjo është arsyeja pse një nga gjërat më të rrezikshme që mund t'i ndodhë një besimtari nuk është që ai të mos e dëgjojë kurrë ezanin, është që ta dëgjojë dhe të mos dridhet më. Dëgjon hayya ala salah dhe mbaron marrveshjen. Dëgjon hayya ala al-falah dhe vazhdon të ndjek çdo derë përveç asaj që sapo u hap për të nga Zoti i tij. Por ezani nuk ishte menduar kur të bëhej letërmuri. Ishte menduar të ndërpriste. Ishte menduar të shpëtonte. Ishte menduar të tërhiqte shpirtin tënd prapa nga buza e harresës 5 herë në ditë. Dhe nëse dëgjoni me vëmendje, ezani nuk është i ashpër, është mëshirë. Nuk e nënçmon shërbëtorin duke i kujtuar sa i dobët është, e nderoj duke i kujtuar ku mund të shkojë. Ndërkohë që bota të shfrytëzon derisa të boshatisesh, Allahu subhanahu wa taala të thërret të rimbushesh. Ndërkohë që jeta të shpërndan në detyrime, frikra, afate, dëshira, kujtime dhe plag, ezani të mbledh në një drejtim, një kible, një Zot, një qëllim. Kjo është arsyeja pse edhe skenat më të zakonshme ndryshojnë kur hyn ezani. Një tregtar e dëgjon ndërkohë që po numëron monedhat dhe papritur pesha në dorën e tij duket më pak reale se premtimi i Allahut subhanahu wa taala. Një nënë e dëgjon ndërkohë që është e lodhur në shtëpinë e saj dhe vetë dhoma duket se zbutet sepse sapo është ftuar në shoqërinë e Zotit të saj. Një mëkatar e dëgjon pas një nate të gjatë dhe kupton se dera nuk është mbyllur. Një zemër e pikëlluar e dëgjon dhe kujton se ka akoma një vend ku të qëndrojë dhe të qajë, ku asnjë pikëllim nuk është i humbur.
Një djalë i ri i hutuar e dëgjon dhe për një sekond të shkurtër bota ndalon se performuari para tij. Ejani në namaz, ejani në shpëtim. Çfarë tjetër janë këto fjalë nëse jo një litar i hedhur nga qielli? Dhe dielli nuk e la besimtarin thjesht ta dëgjonte thirrjen dhe ta linte të kalonte. I dërguari i Allahut, sallallahu alaihi wasallam, e mësoi umetin të përgjigjet, të përsëris pas muezinit, të hynte në moment, jo të mbete jashtë tij. Pastaj, pas ezanit, ai mësoi një dua që mbart dashuri, njohje dhe shpresë. O Allah, Zoti kësaj thirrjeje të përsosur dhe këtij namazit të vendosur, jepi Muhammedit eluesile dhe vlerën, dhe ngrite atë në stacionin e lavdëruar që i ke premtuar. Edhe pasi është bërë thirrja, zemra mësohet të mbetet atje, t'i përgjigjet me dua, ta dërgoj veten e saj më thellë në bindje, të kujtoj rangun e të dërguarit, sallallahu alaihi wasallam, nëpërmjet të cilit ky umet u mësua si të adhuroj. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala vete vulloste realitetin e kësaj thirrjeje në librin e tij. Ai tha: O ju që besuat, kur bëhet thirrja për namaz ditën e xumas, ecni shpejt drejt përmendjes së Allahut dhe lini tregtin. Kurani vet pikturon skenën. Thirrja vjen, tregtia është në dorë. Bota po lëviz, biznesi është i papërfunduar. Fitimi është pranë. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Lëjeni, sepse ajo që po ju ofrohet në atë moment është më e madhe se ajo që po shtrëngoni. Ky ka qenë gjithmonë sekreti i fshehur brenda ezanit. Ai nuk ju tregon vetëm se ka filluar koha e namazit. Ju bën një pyetje: kush është më i madh? Çfarë do të lini kur Allahu subhanahu wa ta'ala thërret? Sa herë është vonuar përgjigja nga përtacia, nga argëtimi, nga gjumi, nga krenaria, nga gënjeshtra se do të ketë gjithmonë një ezan tjetër, një namaz tjetër, një shans tjetër, një moment të butë tjetër para se të hapë varri dhe bota të hesht për gjithmonë. Një ditë, ezani që do të të arrijë do të jetë ndër të fundit që do të dëgjosh ndonjëherë. Një ditë të tjerët do t'i përgjigjen atij, ndërkohë që ti do të shtrihesh në ndhe, me të gjitha justifikimet e prera. Një ditë tingujt e trafikut, gëzimit, biznesit, mesazheve, planeve dhe ambicioneve do të zhduken rreth teje, dhe ajo që do të mbetet është ajo që mbeti për çdo shpirt para teje. Allahu subhanahu wa ta'ala, regjistri, varri dhe e vërteta. Kjo është arsyeja pse ezani nuk është vetëm i bukur, ai është urgjent, është mëshirë e mbështjell me paralajmërim, është butësi që mbart urdhërin, është zëri i Islamit që refuzon ta lër besimtarin të mbytet në heshtje në botë. Dhe çdo herë që kujtohet historia e Bilalit radiallahu anhu, shërohet akoma një plag brenda umetit, sepse muezini i parë nuk u zgjodh nga të mëdhenjt dhe të paprekurit, u zgjodh nga ata që bota kishte munduar. Sikur Allahu subhanahu wa ta'ala të tregonte për të gjitha kohërat se nderi nuk i takon prejardhjes, ngjyrës, pasurisë apo pushtetit. Nderi i takon imanit. Nderi i takon atij që mbart tauhidin në gjoksin e tij dhe bindjen në gjymtyrët e tij. Nga gurët e djegur të Mekës deri në çatit e Medinës, nga ahad në tortur deri tek Allahu Ekber mbi një qytet besimtarësh. Atë që njerëzit e synonin si poshtrim, Allahu subhanahu wa ta'ala e shndërroi në lartësim. Dhe ndoshta kjo është pjesë e arsyes pse ezani akoma godet me aq forcë kur zemra është e gjallë.
Ai nuk është thjesht një trashëgimi rituali, është identitet i formosuar nga revelata, është një shpëtim i përditshëm, është një dëshmi e bërtitur në kohë derisa vetë koha të mbarojë. Kështu, kur ta dëgjoni herën tjetër, mos dëgjoni vetëm një tingull të njohur, dëgjoni natën në të cilën erdhi përgjigjja. Dëgjoni Abdullah ibn Zeidin, radiallahu anhu, duke u ngritur nga gjumi me ato fjalë duke ndezur brenda tij. Dëgjoni profetin, sallallahu alaihi wasallam, duke i marrë dhe miratuar. Dëgjoni Bilalin, radiallahu anhu, duke ngritur zërin e tij në ajrin e mëngjesit. Dëgjoni Umerin, radiallahu anhu, duke vrapuar me robën e tij pas tij, sepse e vërteta kishte arritur një zemër tjetër në të njëjtën natë. Dëgjoni Medinën duke marrë zërin e saj. Pastaj dëgjoni emrin tuaj të fshehur brenda urdhrit, e jani në namaz, e jani në shpëtim. Nëse kjo thirrje ngjalli diçka brenda jush, mos e lini atë ndjenjë të vdes këtu. Likoni videon, abonohuni dhe qëndroni me kanalin e YouTube Musliman për më shumë histori që e kthejnë të vërtetën e Islamit në zemër me thellësi, bukuri dhe siguri. Dhe herën tjetër që ezani do të ngrihet mbi botën tuaj, mos e lini të kaloj si erë mbi gur. Ndaluni, dëgjoni, përgjigjuni, lini këmbët tuaja të lëvizin para se justifikimet tuaja të mblidhen. Lini zemrën tuaj të kthehet para se të ngurtësohet sërish.